يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. فضل الله سبحانه وتعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Që të ndodha ajo që ndodhi në Uhud, e të humbet mushrikëve dëshira për ta mposhtë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, e të kthehen të humbur. Laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun. Ti Muhammed nuk i kurfar mundësie mbi mushrikët që të bësh mu pendu ata, ose që të dënon Allahu subhanahu wa taala. Kjo është çështja e Allahut subhanahu wa taala. Fa innahum zalimun, ata kanë qenë zullumçar. Walillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard. Allahu subhanahu wa taala janë gjithçka që ka në qiell në tokë. Yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Allahu e dënon ata që don dhe e fal ata që don. Wallahu ghafurur rahim. Allahu është i mëshirshëm. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa, mos hani kamatën e shumëfisht, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dhe keni frikë Allahut subhanahu wa ta'ala nëse dëshironi të jeni të shpëtuar. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, keni frikë zjarrin i cili është përgatitur për pabesimtarët. Wa ati'u Allaha war rasul la'allakum turhamun, dhe në nështronjën e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe të dërguarit e tij nëse dëshironi që të mëshiroheni. Liyaqta tarafan min alladhina kafaru, në këtë mënyrë Allahu subhanahu wa ta'ala i ka bën mushrikët që të humbin dhe të ndihmon muslimanëve. Kjo ndodhi në luftën e Uhudit, pasi që kishin fituar muslimanët në luftën e Bedrit. Edhe pse në shikim të parë duket se muslimanët kanë humbur në betejën e Uhudit, në realitet muslimanët kanë fituar përsëri edhe në betejën e Uhudit. Dhe ajo që është e qartë është se nuk kanë humbur. Nuk e kanë humbur luftën, por i kanë pas disa humbje nga radhat e muslimanëve për shkak të lëshimit, të zbatimit të urdhënit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por mushrikët kishin ardhur në Medinë për me myt Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe këta nuk e kanë arritur. Kishin ardhur me zhduk islamin dhe sahabët dhe këta nuk e kanë arrit. Allah subhanahu wa ta'ala i ka të coptu edhe ata, për shkak se edhe ata kanë pas humbje, edhe e në kthye të humbur në shtëpitë e tyre. Dhe humbja më e madhe e tyre është kur kthehen mushrikin. E në kthye në shtëpitë e tyre mushrikin. Aja që është transmetuar sakt, pasi që ka pushuar lufta në Uhud dhe ka ndarë muslimanët në një anë, mushrikët në një anë larg nga një tjetrit, dikush prej mushrikëve ka thirrë atë që na keni bëju ju në Bedër, na u kemi kthyer në Uhud. Dhe ka folur Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu në përgjigje ndaj tyre, u ka thonë
të vdekurit e juaj në Bedr janë zjarë në xhehenemit, kurse të vdekurit tonë në Uhud janë banorët e xhennetit. Kjo është dallimi. Për të muslimanët nuk humbin, qysh do që tjetë situata nuk humbin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë ka thonë çështja e besimtarit është e çuditshme, nëse i ndodh atij mirë e falenderon Allahun subhanahu wa taala për këtë, do të ketë shpërblim, nëse i ndodh atij keq, bën durim, sabër edhe për të ka më marrë shpërblim. Dhe i ndodhi mirë, i ndodhi keq, merr shpërblim te Allahu subhanahu wa taala. Lejse leke min al-amri shay. Kjo Muhammed nuk ki e ndorë tonë kur gjë. Sa i përket udhëzimit njerëzve ose sa i përket dënimit. Për shkak se Allah subhanahu wa taala është ai i cili udhëzon. Ajetin tjetër thotë Allah subhanahu wa taala innaka lan tahdi man ahbabta. Ti Muhammed nuk mundesh me udhëzu ata që dëshiron ti. Walakin Allah yahdi man yasha. Por Allah subhanahu wa taala udhëzon ata që dëshiron Allah. Udhëzimi nuk është në dorën e njeriut, madje nuk është as në dorën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Laysa laka min al-amri shay. Ti s'ki në dorë kur gjë heq. Au yatuba alehim au yu'adhibahum. Që ti pranon Allah pendimin, ti udhëzon ose ti dënon. S'ki asnjë gjë në dorë ti. To janë në dorë të Allah subhanahu wa taala. Innaka lan tahdi man ahbabt, për shkak se ti nuk mundesh me udhëzu atë që don ti, walakin Allah yahdi man yasha, por se Allah subhanahu wa taala e udhëzon atë që dëshiron. Edhe e dënon Allah subhanahu wa taala, është çështja e Allahut, nuk është çështja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, as nuk është çështja e kërkuj. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon për dy njerëz të cilët njëri prej tyre bënte mëkat, tjetri prej tyre adhuronte Allahun. Ai që adhuron të Allahut vazhdimisht e këshillon të atë që bën të mëkat. Një ditë prej ditëve, ai që bën të mëkat i tha, pasi që ky e këshilloi, i tha, këshire lemti mu me Zotin tem. Ky që bën të adhurim ibadet i tha, ty Allah subhanahu wa taala s'ka me të fal kur. Dhe Allah subhanahu wa taala i tha këtina, atë që ka bën mëkat i kom fal, kurse ty ka me dënu për shkak se i përzin kompetencat e Allahut. Kërkush s'mundet me thonë, kërkuna ty nuk t'i falë Allahu gjunohet. Për shkak se s'është në dorën e kërkuna. Lejse leke min al-amri shay. Nuk është në dorën madje as Muhamedit sallallahu alaihi wasallam asnjë gjë. Sa i përket udhëzimit ose sa i përket dënimit. Au yatuba alehim au yu'adhibahum. Nëse don Allahu subhanahu wa taala ju pranon vendimin e i bën mu pendu, nëse don Allah subhanahu wa taala i dënon, kjo nuk është punë për njerëzit. Fa innahum zalimun, por ata cilët kanë dalë në Uhud kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë zullumçar. Dhe kushdo që bën padrejsi mbi muslimanët dhe mënohet me e penguar Islamin është zullumçar. Hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Uhud o gjakos në fytyrën e tij, edhe duke e fshi fytyrën e tij ka thonë, nuk shpëton një popull i cili e përgjok të dërguarin e Allahu subhanahu wa taala. Nuk shpëton. Nuk shpëton një popull i cili e lufton Islamin, nuk shpëton. Sado që të zgohet çështja, ata të cilët e luftojnë fjalën e Allahut, robët e Allahu subhanahu wa taala të devotshëm, sado që të zgjohet çështja, ata nuk kanë shpëtim. Nëse nuk ju udhëzon Allahu subhanahu wa taala, i pret ajo që u ka premtuar Allahu. Fa innahum zalimun, ata janë zullumçar. Dhe për zullumçar, Allahu subhanahu wa taala e ka përgatitur dënimin e tij. Walillahi ma fi s-samawati wa ma fi al-ard. Te Allahu subhanahu wa taala janë gjithçka ka në qiell e në tokë. Yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Kum dëshiron Allah subhanahu wa taala afal, e kum dëshiron Allah subhanahu wa taala dënon. Dhe ne nuk kemi të drejtë për kërkon me thonë se e ka falë Allah
ose ka dënu Allahu, ose e fal Allahu, ka dënu Allahu përveç për ata të cilët Allahu ka thonë i fali, ose për ata të cilët Allahu ka thonë i dënoj. Se kjo nuk është në çështjen tonë. Pra, njerëzit me emra për cilët Allahu subhanahu wa taala ka treguar se i ka fal, themi edhe ne. Dhe në përgjithësi, për ata vepra dhe njerëz që thotë Allahu subhanahu wa taala i arrin falë Allahut, ne themi i arrin falë Allahut. Për ata që thotë Allahu i arrin dënimin e Allahut, themi i arrin dënimin e Allahut. Por me zgjedhje të lirë, me thonë, këto ka me falë Allahut, këto ka me dënu, nuk i takon kërkujt për njerëzve. Wallahu ghafurur rahim. Allah subhanahu wa taala është i mëshirshëm. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtarë, la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa, mos e hani kamatën e shumëfisht. Wattaqullah, e keni frikë Allah subhanahu wa taala la'allakum tuflihun, nëse dëshironi të shpëtoni. Në këtë ajet Allah subhanahu wa taala e ka ndalu vetëm kamatën e shumëfisht, jo krejt kamatën. Ja ayyuhalladhina amanu, o ju besimtar, la ta'kulu ar-riba adhafan mudha'afa, mos e hani kamatën e shumëfisht. Kamata e shumëfisht është kështu. Nëse merr dikush borxh për një afat të caktuar, dhe në kohën e caktuar ka më kthy shumën e caktuar, për shembull, ka marr 10.000 euro borxh për 5 muaj. Mas 5 muajve ka me këthyje 11.000. Kjo është kamat. Kur të kalojnë 5 muaj, që s'ka mujt me këthyje kë 11.000, çdo muaj i shtohen ka 1.000. Muajin e 6 do të më shtohet 12.000, muajin e 7 do të më shtohet 13.000, muajin e 8 me bë 14.000. Kjo është kamata shtesë, nuk është kamata bazë. Kamata bazë është ajo për cilën u bën marrëveshja prej kësaj kohe deri në afatin që vjen me i dhënë parët. Kur zbohen në afatin e caktuar, pastaj hyp kamata në mënyrë të shpejtë dhe të madhe. Këtë e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet. Jo kamatën përgjithësi. Ja ayyuhalladhina amanu, o besimtar, la ta'kulu ar-riba, mos e hani kamatën adhafan mudha'afa, të shumëfisht. Për shkak se lloji të kamatave gjithashtu ka pas që nëse kalon një muaj do të më bë për shembull 1.000 euro shtesë. O ka bë 2 muaj 2.000, ka kaluar 3 muaj 4.000. Do të thonë gjithsesi sa herë që kalon një muaj, aq e shtohet shumë më e madhe. Dhe ky ajet është që ndalon kamatën në shtesë, jo kamatën në bazë. Për të me pas kujdes ata të cilët flasin rreth librit të Allahut subhanahu wa taala dhe sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos me fol pa i ditë të gjitha argumentet rreth një çështje. Për shkak se kur nuk e din të gjitha argumentet rreth një çështje, jep mendim ose fatva të gabuar. Për shembull, te alkooli Allahu subhanahu wa taala në fillim vetëm ka tërheq vërejtjen. Alkooli në të ka disa dobi, por domi është më e madhe se dobia. Ajetin tjetër, mos hini namaz duke qenë të dehur, jashtë namazit kanë pi alkool. Dhe ka ajeti i fundit, mos largoni fejtanibuhu la'allakum tuflihun, largoni prej alkoolit nëse dëshironi të jeni të shpëtuar. Edhe çështja e kamatës, që është në fillim është ndaluar vetëm kamata shtesë, jo kamata bazë. Pastaj Allah subhanahu wa taala ka ndaluar në ajetin tjetër të surës Al-Baqara. Kushdo që nuk largohet prej kamatës, fa adhanu bi harbin min Allahi wa Rasul, do të me ditë se ka hyrë luftë me Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atë kjo është ajeti që e ka ndaluar kamatën shtesë, kurse ajetet tjera e kanë ndaluar kamatën përfundimisht. Dhe tash nuk është e ndaluar vetëm kamata shtesë, por është e ndaluar me çdo lloj kamate. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dhe keni frikë Allahut nëse dëshironi të shpëtoni. Nëse nuk e keni frikë Allahut, nuk shpëtoni. E takwa është me adhuru Allahun edhe me largu prej gjunave. Nëse nuk e bëni këtë, nuk shpëtoni. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, dhe keni frikë zjarrit i cili është i përgatitur për ata të cilët nuk janë besimtarë. Dhe ky është një përgëzim për muslimanët, për shkak se zjarri
i xhenemit nuk u përgatit për ta. Zjarri i xhenemit nuk u përgatit për ata të cilët besojnë, por është përgatit për ata të cilët nuk besojnë. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, keni frikë zjarrit i cili është i përgatit normal veç për ata të cilët janë pabesimtarë. Por a dënohen edhe besimtarë, dënohen. Për ta dalë nga pabesimtarë dënohen vetëm përkohësisht, kurse pabesimtarë dënohen përgjithmonë. O ti Allahu wa Rasul la'allakum turhamun, dhe nënshtroni Allah subhanahu wa taala dhe të dërguarit e Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, la'allakum turhamun në mënyrë që të mëshiroheni. Dhe mëshira e Allahut subhanahu wa taala është e kushtzuar me nënshtrimin ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që nënshtrohet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të mëshirohet, dhe kushdo që nuk i nënshtrohet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk do të mëshirohet prej Allahut subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.